që sot po i kujtojmë, por se cilin nga ta e të gjithë bashk me veprën, me heroizmin, me sakrificën dhe rënien e tyre në altarin e lirisë, sikur na thonë, sikur na flasin dhe sikur na sugjerojnë se nuk kemi rënë vetëm për lirinë e kësaj pjese të dhëvt, por rënia jonë dhe gjithë dëshmorëve të kombit për te kësaj, për te lirisë, kemi rënë edhe për bashkimin kombëtar. Me ne bashk nuk janë këreret e ushtrisë shqiptare të Kosovës, por ne çdo herë dhe ata me ne jemi bashk. Ata po mbahen padrejtësisht në Hag nga një gjykatë e njanshme, nga një gjykatë raciste dhe krejtësisht politike. Urojmë që kjo re e zezë padrejtësisht kësaj pjese të dhëvt që u ka vu Kosovës, sa ma shpejt të merret verdikti përfundimtar, sepse ata janë të pafajshëm, ata kanë bërë një luftë të drejtë çlirimtare, andaj lirinë tonë nuk ka gjykatë që mund të na denoj. Ndër datat më të rënda, por me të shejtat e luftës, e pa harruar dhe ngulitur si një nga gurat më të rënd të historisë e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Edhe pas një qeresh shekulli, ajo ditë mbetet plagë dhe krenarie e pashlyeshme, dëshmi e sakrificës titanike, e pathyeshmërisë, disiplinës së hekurt, besës dhe guximit të 41 ushtarëve të udhëhequr nga komandanti Muj Krasniqi. Ishte ditë e egër, e rëndë dhe e dhimbshme, por njëkohësisht ditë që do të mbahet në mend për kodin e luftëtarit, heroizmit dhe vlerat e larta që këta ushtarë kanë lënë pas vete se amanet. Ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës i dinin mirë pasojat e luftës, plagë që sjell dhe barën që lën pas. Por ata e dinin edhe një të vërtet të madhe, se më mirë është të luftosh e të bish për vendin, se sa të mbjetosh duke i sjell turp atij. Rënia Muj Krasniqit dhe 41 bashkëluftarëve në prit ishte humbja më e madhe dhe plaga më e rëndë për gjithë ne. Ishte dhembje që u ndje fort, por që është ndrua në shtytje dhe në forcë e kushtrim për ushtrinë shqiptare të Kosovës. Kam qenë shumë i bindur se muja dhe me mujën në krah është mision çlirimi i Kosovës. Mujën e ka njohur si trym, si luftëtar, si vizionar, si njeri të pashoq, por edhe si njeri me shpirt pathyrë, me integritet dhe moral të lartë. Ai ishte nga ata që më përpara do të vridej se sa do t'i lënë të shokët pas. Muja ju këndon të herojve, sepse ndjente se ajo ishte rruga e tij. Bashkë me më të mirë i përjetësuam në histori. Muja ra ashtu siç dëshironte ai vetë, duke e mbrojtur shokun e luftës, duke e mbrojtur vllahun e tij Alin, duke e mbrojtur bashkërrugtarin e tij Beqën, duke e mbrojtur gjakun e breza ndër shekuj në Kosovën e përgjakur. Sot muja dhe bashkëluftarët e tij janë shtylla e Kosovës së lirë. Ata janë në çdo cep të Republikës sonë, në lirinë që jetojmë çdo ditë, në shtetin që e ndërtojmë në emrin e tyre. Emri i mujës u bë bajrak i brigadës 113, ku në shumë betejë të përgjakshme u lartësu figura e tij. Kjo brigadë, pra 113 e Muj Krasniqi, e udhëhequr nga komandanti Hysni Shabani, u kthy në tmerrën e kundër Serbisë. 1998 u zbuq pashtriku nga gjaku i të rive, i luftarve, i kapedanve, i komandantit të brigadës 113. Ngjarje të cilat ngritën në kamp, një kombëtar ishte ajo e familjes Jashari,
Adem Jasharit, me të gjithë të afërmit që i kishte, po ashtu ngjarje që ngriti në këmbë, ashtu si që tha edhe Davuti, si që tha edhe Shabani, të tërë ushtrin qeverimtare të Kosovës ishte edhe kjo ngjarje që ndodhi në Pashtrik, në pritje pabesi, një humbje e madhe për ushtrinë qeverimtare të Kosovës, por ama një porosi, një kushtrim për kombin që të gjithë të jemi të mobilizuar dhe kjo dhimbje të na shndrohet në forcë, kjo dhimbje të na shndrohet në fitore, dhe ashtu ndodhi. Lufta u fitua, por kemi edhe shumë punë për të bërë, sepse qarqet anti-shqiptare që historikisht kanë vepruar, punuar kundër kombit e gjakut shqiptar, janë akoma aktive, dhe kjo po shifet në të gjithë proceset e brenda 20 viteve që kanë ndodhur, procese që për bazë kanë të tërë propagandën dhe shpifjet që i ka bërë Rusia dhe Beogradi, politika slave për zhdukjen e identitetit shqiptar.